Auroni është vetëm 11 vjeç dhe e ka lindur me akondroplazi ose siç njihet ndryshe në popull nanizëm, një defekt gjenetik që i ka pamundsuar atij rritjen e gjymtyrëve, duke e bërë të pabarabartë në gjatësi me moshatarët e tij. Nëna Auronit rrëfen se mjekët nuk i treguan se çfarë problemi kishte fetusi gjatë shtatzanisë. Na u tha që fëmia ka një problem, por nuk është problem që është i papajtueshëm me jetën dhe nuk është se na specifikun ka këtë. Rritja e Auronit është një sfidë më vete, përveç përshtellimeve emocionale, këta fëmijë hasin shumë probleme fizike. Sepse ankohet i dhimbin artikulacionet. Ka vështirësi qysh të higjiena personale. Për shkaq të shkurtësisë së gjymtyrëve nuk arrin dot për nevojat e veta. Në të ardhmen parashikohet që mund ngelen invalid të përjetshëm. Pediatri e endokrinolog Dr. Agim Gjikopulli tregon se çfarë shkakton këtë sëmundje dhe sa shpesh haset. Mutacionet e këtij geni bën që ajo zonë e rritjes të jetë defektuoze dhe kockat e gjata mos të rriten në mënyrë harmonike me trupin, siç ndodh tek fëmijët që nuk e kanë këtë mutacion. Statura është shumë e shkurtër, ekstremisht e shkurtër, po vjen si rezultat i ekstremiteteve të shkurtra. Trupi është në proporcione normale me fëmijët e moshave të njëjta. Incidenca është 1 në 27.500, po personalisht unë kam 22 fëmijë të moshave të ndryshme, pjesa e madhe janë të grup moshës 0 deri në 8 vjeç. Në një konferencë ndërgjegjësuese për sëmundjet e rralla, Dr. Gjikopulli ka sjellë risitë e trajtimit të këtij çrregullimi që tashmë po bën disa vite. Që është përdorimi i një medikamenti, i cili përmirëson rritjen e gjatësisë të këta fëmijë dhe tashmë përdoret në shumicën e vendeve evropiane. Edhe unë sot kam ardhur me qëllimin për të treguar rezultatet e kolegëve tanë. Nëna Auronit rrëfen mes lotësh pritshmëritë që ka Auroni për mjekimin e sëmundjes së tij. Ai është i gëzuar, thot kur do marr ilaçin, kur do vi mjekimi. Domethënë me zë e pret kur do filloj, po si do ta marr, po sa do rritem. Për shkak të kostove të larta, shumë familje kanë gjetur stren në vendet ku ai rimbursohet. Po i largohen nga Shqipëria veç me trajtu këto fëmijë. Pra po këto fëmijë do jenë një barë për shtetin, për shoqërinë, për familjen. Auroni regjistron në telefonin e tij atë çfarë ekspertët thonë në konferencë, me shpresën se një ditë para se të mbush 18 vjeç, ai do të marrë mjekimin që do t'i mundsojë atij rritjen.